Petro Zhej këtë thot Dan, është i veçan. Po këtë kisha. Këto i ke dhe në çudi, i ke në vendet e ulta, shko Rotterdam, rojnë të tërë të dam, se ishin të veçuar atje, ndoshta, do në kjo është një shpjegim ime, Amsterdam, do në jam të tërë të dam, po mund të jetë një ashtu, po me që fole për këngët, për muzikën, Zoti Guri, do të pyes janë qik për polifonin tonë, si ne zyrtarisht e nxjerrim të përjardhur në akoret bizantinën duket, apo jo? Po, kjo është një tentativë që bën një akademik i caktuar, me cilin ne jemi në proces gjyqësor, e kemi tashmë në 20 shkurt sepse u shtyt pardije se nuk erdhi pjesa e shtetit të përfaqësonte pikërisht atë që ata kanë çuar një kërkesë me një dokument ndoshta të qalë ku akademikët tanë kërkojnë që për shumë zërshi, polifonia, labe, ose shqiptare, më saktë shqiptare, po që sot kanë ngelu kelabëria më shumë, që është edhe sardët e kanë shumë. Edhe po aq mallakastrote, po aq tepelense, po aq zonjate, edhe po aq shqiptare. Ku ajo Kjo ka ardhur nga koret bizantine. Edhe këta thotë që ka ardhur nga sirenat greke, ku me një gur godet 3-4 zogj, dhe thotë që sirenat greke këndonin pranë e Epirit, ku Odiseja në të gjitha kohat apo pikturat romake, apo franceze, apo në Louvre, apo këtë gjithë botën, vizatohet, pikturohet, apo gravurohet, me gravura, me plisin lab në kokë, me bastunin lab në dorë, me fustanel, po patjetër me fustanel, vazhdo me atë, si quhet kjo e pelerina e leshit të labit, me gunën në krah, dhe po të marrësh një lap sot, bari, çoban, me këto gjëra karakteristike, është njësoj si nuk e thua dot se cili është Odiseja. Pra, Odiseja tipikisht e njëjta që Akili, me plis në kokë, me fustanell, që vetë rëmben Kasandrën, dhe kur i thua shqiptarëve të cilët të shketët janë bombarduar aq shumë me errësirën, saqë nuk bëjnë dot ndarjen se ku është drita e shqiptarisë dhe ku është errësira e imponuar nga të tjerët. Dhe kur i thua që Akili me plis, me fustanell, Akili ai kjellori, ai i ban yll, Akili që është djali i Peleut, Peleu është djali i Zeusit, e jema Tetis e jema i Akilit, i biri Piro, Neu Ptolemeu, Piro, Bjondi, ky Flokverdi, pra, të gjitha me Akilin mori hakë, sepse u vra Patrokli, Kushuriri, po e mbajti Kufomën 3 ditë që nuk e trazoi Kufomën, po e dorëzoi. Ne Ptolem, shko unë për këtë dhe kështu, zoti Guri, ne Potlem, pavarësisht, dhe ky emri Ptoleme për mua është Potleme. Potleme ndryshojnë. Potleme, është i ebrezi tjetër që ne Potlem. Po, Ptolemeu është tipikisht i lirë, ku Aleksandri e lanë në Egjipt, edhe është një nga 12 mbretërit i lirë, që ky Ptolemeu që mendohet nga zona Devol, Korç, pile një qasje tjetër që gjeta si referencë është nga Mati. Ptolemeu është nga Mati si... Ai që u lanë në Egjipt në Aleksandri? Që u lanë në Egjipt, dhe vetë Aleksandri ka lidhje të madhe... është katagjyshi, shtatajyshi Kleopatra. Kleopatra është mbretëresha e fundit e dinastisë të Ptolemeve. Ptolemeu është mbreti i parë nga Mati, e Mathia, e Madhja në atë kohë, ndërkohë që Aleksandri Filipi mendoi të jetë nga Mati, edhe shumë gjëra të tjera, por që kur i thua të gjitha njerëzit duket se e vret me ditën e ndriçuar një shqiptar të detyruar të përqejë errësirën. Kjo është ide. Po, zoti Ushi? Kur i përktheva këto 2 librat unë italisht, ja çova miqvet mi atje, edhe i pëlqyn me thënë drejtën, jemi të revoltuar me se këto pellazgët në Itali, pellazgët kanë krijuar Italinë që ato më çeshin. Ke përktheve në frëngjishtja në Jo, unë kam përkthy nga frëngjishtja në italisht, pastaj shqip, sepse është më kollaj. Edhe historiografia zyrtare thotë që shteti italian është themeluar në kohën e Remus e Romulus. Kurse këtu thotë ka 4000 vjet përpara, pellazgët kanë themeluar popullin italian atje. Edhe ato që siç dihet e ne me fëmijën e vet. Mbas rënies së Trojës shkuan atje. Mbas rënies së Trojës krijuan atë që e ka thonë dhe i Enor ke libri tjetër.
Edhe thotë, ne në kanë rreth, se në thonë vetëm para kohën e Remulës të ka filluar Roma. Gjithë të histori që është 4.000 vjeçare aty në Romë, po e fshin vetëm për qëllime politike që mos nxjerrin. Domethënë Zoti Ushi ka pasuruar dhe Historinë italiane. Po të njëjtën gjë kanë bërë dhe këta i kam aty, është në italisht, Zanafil e Ladës, ky i Oxfordit. Pra libra që këta nuk kanë qenë në italisht edhe jo Zoti Ushi. Unë duke për këtë italisht edhe janë pranuar me kënaqësi i kam qenë në bibliotekët e Italisë edhe studios të ndryshëm që mi janë dashamia si kanë pyet. Na kanë marrë këto. Ato autorët që janë bashkëkohës që Leonardo Melisse, Mauro Billina e tjerë e kanë trajtuar këtë bisedën e historisë, po është vërtet edhe ne jemi të revoltuar më thonë. Sepse historia e Romës është shumë më vjetër se sa e praqitet historia zyrtare. Pra që bën historia zyrtare, ndalet në një kohë aty që mos i ngeli hatri ose t'i bëhet qefi politikanëve që janë sot, themelojnë me që Roma ishte e lavdishme, ndërrim këtu sot. Ai tregon ky francezi tregon zakonet që ka pas popullet tje, lidhet e martesë, nëse konfesën e Bethanës të që djegin i Dardales prej kashte, e thot dikur vishin një gru, kur bëtë në nërshqini matë 25 dhjetorë më duke të kanë ato, edhe di, shkoj Herkuli, nësë ishte Herkuli, thot, po i kam vëj emër Herkuli, thot, janë 56 Herkuli në histori, edhe tha, jo, në vend të njeriu thot të digjet një Dardales kashtë, thot. Edhe Italia e banë çdo fund viti e banë të shkojmë, mblidhemi në një qendër aty, vjen flakën një Dardales. Ka qenë zakoni thot që po në një fest tjetër në pranverë më duket, në kohën e Pashkëve, hudhshin të shtihu kryqin ujë, thonë. Jo, thot, ka qenë zakoni që ke ura e Ramës, e emrin në urës, vritëshin një rob lufte dhe bëshin kurban lumit. Po ky Herkuli, ky muhabet bëhet 3.500-4.000 vjetë për para, shkoj thë jo dhe kjo gjë do i gjithë. Edhe në vend të njeriut, fillon të bëjnë prej balte figura njerëzore, edhe huë. Pra ne gjinen shumë figura të vogla prej balte sepse kanë zënë suk të festën e kurbanit, si thonë njerëzor. Feja e ktheu më si hudhi kryqin në ujë, thot, edhe shkojnë në fusin. Me që përmënde Herakliun, Herkulin e famshëm, më vjen në mendje një pozim, zoti Guri të nderuar miq, se ai në gjuhën e vjetër është quajtur Herakleu. Për mua është hero ky Leu. Ose hero që Leu, sepse ishte një super hero, jashtëzakonshëm. Hero ky Leu, sepse mund mos tjetë, po unë kështu. Si më thonë, është titull, nuk është... Jo, mirë, ka qenë emri ati, Herakliu, Ka qenë hero, është titull, është një theli i shkurtër. Hero ky Leu, nese, unë jap të pozim. Nga historie do vazhdojmë për historinë tonë. Thonë historianët që kam lexuar, thonë për slavët, ka libre që i kam në dorë, vishin në turmë, thotë. Gratë që ishin për të bërë fëmijë, bëshin duke hes, thotë, aq fort të ishin, ta mëshin kalamarin, sapo e lindsin, e mëshin krah dhe vazhdojshin marshimin. Kur ngulshin në një vend aty, bëshin kapananet mëdha, edhe gruaja slave, serbe, që thonë ato, zgjedh dhe çdo natë një burr. Kur ishte e kundërt e Pellazgët. Pellazgët bëshin familje monogame me një grua me një burr. Ato shkatët gruet. Respektonin familja. Shkatët gruet. Baba i familjes, kur mushte 60 vjetë, dhe vonë kanë qitë në dokumentar, në ke serbët, i vishin një petull, si pun petull në kokë, një gjushin me sapat, e vritëshin. Sa po mushte 60 vjetë? Si ishte? Sa po mushte 60 vjetë, prindin, që mos i rëndan të kjo ushqimi ke gjanët, i vishin një kulaco, i petull ke koka, e ka dhënë në dokumentar, ty qeshë ato, po ka qenë në vërtetë. Kurse shive që në ushqimi, kriminal në familje ato, vritëshin babën në vetë, nanën në vetë, kurse Pellazgu e neja me babën e vetë Ankizin. E mori në kraj. Zgarin, e mori në kraj nga troje. Ankizin. Ankizin pra. Dhe është gjiri në Sarand, që gjiri Ankizit, që quhet që unë
e propozoj qeverisë që t'i kthejmë atë emër. Gjiri Ankiz, ai që andej është nisur, zoti Guri, u nis në Saranda, që vajti bëri Roma. Gjiri Ankiz, ka emër më të bukur, mund t'i vënë një skulpturë 10 sekonda, mund të vjetë një monument i bukur aty, Enea me baba në krah dhe me Askanin e vogël. Patjetër, është pjesë e qytet Gjiri Ankizit quhet ai. Pse është histori fantastike. Prandaj sa do të lohen serbët, slavët që të përvetsojnë historinë tonë, i kanë genin ato, i kanë shumë më nërshë dhe batë e njeftë. Janë të bombarduar që të vegjël me një... Nuk bëhen kur, nuk i përvetsojnë zakonët Pellazgët, zakonin e mikpritjes, nuk e kanë fare zakonin e mikpritjes ato. Ato s'din, zakonin e mikpritjes nisë që nga thellësitë e 1000 vjeçarëve, që shqiptarët, e ruhet deri sot, po është që ke egzageruar për menimin tëmë. Ke zakonin e mikpritjes kam rastin tut të ndërhy pak. Është një libër që kanë shkruar priftët, një grup priftësh italian që erdhën me shërbim në Marsitë të Shqipërisë. Duke përfituar nga ligji i mikpritjes to, ishin ca mashtrues to, parazit pa punë dhe shkojshin shtëpi. Oj zoti shtëpisë. I presin i mbanin në pëllëm të dorës. Ato shkret, do të thersin keqin dhe qenjin në gjojit i mashi pulën që kishin. Fillun bëhen të varfër, se ushtun shumë dhe këto qyllëgjit. Atëre, kuvendi i venit dhe tje, dhe bashkë me kishën, dhanë urën miku le të pritët, me bukë, thatë edhe krypë. Që ka dalë bukë e krypë. Bukë e krypë e zemër. Bukë e krypë e zemër. Bukë mund si shtetë, sa më bajate, që kur të brejti së të dhamët e, që mos i bi me një herën tjetë të vi. Kurse miku mirë thotë pritët me gjithë mirët. Ja formula që themi ne shqit, kemi formullë bukë e krypë e zemër, jo, është bukë për qyllëgjit, nuk është bukë për mikun e mirë. E që viti është ka? Kjo ku ka ndodhur kështu si? Në Marsitë të Shqipërisë, kam libër. Koha, ka rëndësi koha? Koha ka qenë, mund këtë qenë fillim të shekullit të 20 ka qenë një grupë priftësh. Në fund të shekullit të 19. Shko, ka përfituar në zakonin mikpritjes edhe... Edhe që ta lidhë edhe shikusit, se njëj që presidio kemi formuar bukë e krypë zemër, jo, është bukë e krypë zemër është bukë për mashtruesit. Bukë të sa më bajate, që kur të hajtë të dhomët, edhe mos vim meni ma gjithë këthejat prapë ke miku.